Shkruani mendimin tuaj në komente nëse do të kishit bërë të njëjtën gjë. A do ta merrnit vendimin që mori Elira? Tregoni historinë tuaj. Era e ftohtë e dhjetorit fshfërinte nëpër rrugët e Tiranës, duke përcjell tinguj të heshtur të natës së vonë. Elira Dervishi ecte me hapa të shpejt nëpër trotuarin e lagjes së bllokut, duke mbërthyer xhaketën e saj të hollë rreth trupit. Ishte pak pas orës 11 të natës, dhe ajo sapo kishte mbaruar një ndërrim të gjatë në spitalin ku punonte si infermiere. Në moshën 35 vjeçare, Elira kishte mësuar të jetonte e vetme. Divorci i saj me Arjanin kishte përfunduar 3 vjet më parë, duke e lënë me një shtëpi bosh dhe një zemër plot pyetje. Ëndra e saj për të pasur fëmijë kishte mbetur vetëm një ëndër e largët, e shuar nga problemet shëndetësore që mjekët ja kishin diagnostikuar. Ju dyja më sollot këtu, tha Lara ndërsa planifikonte ditën më të madhe të jetës së saj. Ju dyja jeni arsyeja që unë jam ajo që jam sot, dhe dua që bota ta di. Në ditën e dasmës kishte diell të ndritshëm dhe një erë të butë pranverore. Kur muzika filloi dhe dyert e kishës u hapën, të gjithë të ftuarit u ngritën në këmbë. Dhe aty, duke ecur nga të dyja anët e Larës, ishin Elira dhe Mirela, secila duke mbajtur një krah të nuses. Nuk kishte sy të thatë në sallë. Ishte një moment që theu çdo konvent, por që ishte aq i vërtet, aq i bukur, sa që askush nuk mund të mos prekej. Kur arritën te altari, Eroni kishte dot në sy. Lara buzëqeshi. Buzëqeshja e saj e shkëlqyer që kishte ndriçuar jetën e Elirës për 25 vjet. Gjatë ceremonisë, Lara mbajti një fjalim që do të mbetej në kujtesën e të gjithëve për gjithmonë. Sot po martohem me burrin që dua, filloi ajo. Por para se të bëj këtë, duhet të falenderoj 2 gratë që më sollën deri këtu. Elira, ti më gjete në natën më të ftohtë të dimrit, kur unë isha vetëm një bebe e braktisur. Ti nuk kisha asnjë arsye për të më marrë në jetën tënde, por e bëre. Më ushqeve, më mbajte, më mësove çfarë është dashuria pa kushte. Ti je nëna ime në çdo kuptim të fjalës, dhe çdo gjë e mirë që kam arritur është për shkak të sakrificave të tua. Elira qante hapur, duke mbuluar fytyrën me duar. Dhe Mirela, vazhdoi ajo, duke u kthyer te ajo. Ti më dhe jetën, dhe kur e pej që nuk mund të më jepni atë që meritoja, ti bëre gjën më të vështirë që një nën mund të bëj, më lash të shkoja. Jo sepse nuk më doje, por sepse më doja aq shumë, sa që vuajtja personale jote ishte më e pak e rëndësishme se siguria ime. Ajo është dashuri në formën e saj më të pastër. Mirela gjithashtu qante, duke shtrënguar dorën e Elirës. Ju të dyja më keni mësuar që familja nuk përcaktohet nga gjaku, por nga dashuria. Dhe sot ndërsa krijoj familjen time, do të mbaj këtë mësim në zemrën time për gjithmonë. Dasma vazhdoi me valle, këngë dhe gëzim. Elira dhe Mirela vallëzuan së bashku në një moment që askush nuk e kishte imagjinuar vite më parë. 2 gra që në fillim ishin të lidhura vetëm nga një fëmijë, por që tani ishin bërë miqe të vërteta. E bëm mirë, i tha Mirela Elirës, ndërsa shikonin Larën duke vallëzuar me Eronin. Pavarësisht nga të gjitha vështirësitë, e bëm mirë. E bëm, u përgjigje Elira duke buzëqeshur në përlotët, dhe ajo është më e bukura dëshmi e kësaj. Ndërsa kalonte pra një parku të vogël, Elira dëgjoi një tingull të pazakontë. Ishte një qarje e dobët, pothuajse e padëgjueshme, e mbuluar nga zhurma e erës. Ajo ndaloi dhe përpiqej të dëgjonte më mirë. Po, atje ishte përsëri, një qarje bebeje. Zemra e Elirës u rre me forcë. Ajo hyri në park duke ndjekur zërin. Drita e dobët e një fener rruge ndriçonte një bank prej druri, dhe aty, e mbështjell në një batani të vjetër dhe të grisur, ishte një bebe. O Zot i madh, Elira i ra gjunbe pranë bebes. Ishte një vajzë e vogël, me lëkurë të zbehtë dhe buzë të kaltërta nga i ftohti. Elira e mori menjëherë në krah duke e mbështjell me xhaketën e saj. Bebes nuk i dukej më shumë se 2 apo 3 muajsh. Kush mund të bëjë një gjë të tillë, murmuriti Elira duke ndier lotët që i mbushnin syt. Kush mund ta braktis një krijesë kaq të pafajshme? Beba qante me një zë të dobët, të lodhur. Elira e shtrëngoi afër zemrës së saj, duke u përpjekur ta ngrohë me nxehtësinë e trupit të saj.
Dora e saj e eksperimentuar si infermiere, kontrolloi shpejt shenjat vitale. Pulsi ishte i dobët, por i rregullt. Bebes i duhej ndihmë urgjente. Të çoj në spital tani, i tha me butësi bebes, edhe pse e dinte që e vogla nuk e kuptonte. Do të kujdesem për ty. Nuk je vetëm tani. Me bebe në krah, Elira vrapoi drejt spitalit. Çdo hap i saj ishte plot panik dhe vendosmëri. Kur arriti në urgjencën e spitalit, stafi e njihte menjëherë. Elira, çfarë ndodhi? Pyeti doktor Arben Kola, koleg dhe mikja e i ngushtë. E gjeta në park të braktisur, ka nevojë për ndihmë urgjente, tha Elira me frymë të shkurtër. Doktor Kola e mori beben dhe e vendosi menjëherë në një dhomë kontrolli. Ekipi mjekësor punoi me shpejtësi, duke e kontrolluar temperaturën, duke vendosur një IV për hidratim dhe duke bërë ekzaminimet e nevojshme. Është e dehidratuar dhe ka hipotermi të lehtë, tha doktor Kola pas një kontrolli të shpejtë. Por do të jetë mirë, e gjete në kohë. Elira ul në një karrige jashtë zomës, duke ndjer lehtësimin që përziej me një ndjenjë të çuditshme brenda saj. Dora e saj dridhet ndërsa shihte beben e vogël në përdritra. Doktor Kola i e shpreh frenegisht në ria Lirës në këtë hinor. Kishte diçka në këtë fëmijë që e prekte thellë, diçka që zgjonte një ndjenjë që nuk e kishte ngjyrë kurrë më parë. Do ta njoftojmë policinë dhe shërbimin social, tha doktor Kola duke dalë nga dhoma. Është procedura standarde për rastet e braktisjes. E di, tha Elira me një zë të dobët. Por, a mund të qëndroj me të derisa të vi dikush? Doktor Kola e shikoi me vëmendje. Natyrisht, por Elira, e di që ajo do të shkojë në një shtëpi fëmijësh, apo do të adoptohet nga një familje? E di, përsëriti Elira, por fjalët e saj tingëllonin bosh. Diçka brenda saj kishte ndryshuar. Kjo bebe e vogël kishte hyrë në jetën e saj në mënyrën më të papritur, dhe Elira ndjente që nuk mund ta linte kaq lehtë. Natën e kaloi ulur pranë inkubatorit të bebes duke e shikuar atë të flinte. Infermieri e turnit të natës, Drita, e njihte mirë Elirën dhe e la të qëndronte pa bërë pyetje. Është një vajzë e bukur, tha Drita me butësi. Kush mund ta ketë braktisur? Nuk e di, tha Elira pa hequr syt nga beba, por dikush që është në një situatë shumë të vështirë, dikush që mendoi se nuk kishte zgjedhje tjetër. Ti po e mbron atë që e ka braktisur? Pyeti Drita me habi. Jo, po përpiqem të kuptoj. Askush nuk braktis një fëmijë pa arsye. Ka pasur diçka që i ka shtyrë në këtë akt desperate. Kur reagoi, policia dhe një punonjëse sociale, zonja Alma Kurti, arritën në spital. Elira ju desh t'u tregonte të gjithë ngjarjen nga fillimi. E gjeta rreth orës 11 në parkun pranë bllokut, shpjegoi Elira. Ishte e mbështjellë në një batanie të vjetër. Askush nuk ishte aty. Zonja Kurti shënonte gjithçka me kujdes. A kishte ndonjë shënim, ndonjë gjë që mund të identifikoj prindrit? Asgjë, vetëm batanien. Do të hapim një hetim, tha oficeri i policisë, dhe beba do të vendoset nën kujdesin e shtetit derisa të gjejmë prindrit ose të organizojmë një adoptim. Elira ndjeu një ngjeshje në stomak. Ideja që kjo bebe e vogël të kalonte nga një shtëpi fëmijësh në tjetrën ose në një sistem që shpesh ishte i mbingarkuar dhe i ftohtë e bënte të ndjehej e sëmur. Sa kohë do të qëndroj këtu në spital? Pyeti Elira. Derisa të jetë mjekësisht e qëndrueshme, tha doktor Kola. Mendoj se edhe disa ditë të tjera për t'u siguruar që gjithçka është në rregull. A mund të vazhdoj të kujdesem për të? Pyeti Elira papritur. Domethënë, gjatë turneve të mia, jam infermiere këtu dhe do të doja të sigurohem që ajo merr vëmendjen që i duhet. Zonja Kurti e shikoi me kuriozitet. Është e pazakontë, por nëse mjekët janë dakord dhe është brenda protokolleve të spitalit, nuk ka problem. Megjithatë nuk duhet të harojmë që kjo është një situatë e përkohshme. Natyrisht, tha Elira shpejt. E kuptoj. Por thellë në zemrën e saj, Elira tashmë e dinte që asgjë nuk do të ishte e përkohshme për të. Kjo bebe kishte prekur diçka aq të thellë brenda saj, diçka që kishte qenë e fshehur dhe pa kontrolluar për vite. Ëndra e saj për të qenë nën, e cila kishte vdekur kaq kohë më parë, ishte zgjuar përsëri me një forcë që e habiste edhe vet.
Ditët që pasuan ishin një përzierje emocionesh për Elirën. Çdo mëngjes, para se të shkonte në punë, ajo kalonte nga dhoma e bebes. Çdo pauzë gjatë turnit të saj, ajo gjente një arsye për të shkuar ta shihte. Dhe çdo darkë, para se të largohej nga spitali, ajo i kushtonte të paktën 1 orë duke qëndruar pranë inkubatorit të saj. Koleget e Elirës filluan ta vinin re. Po bëhesh shumë e lidhur me të, i tha Drita një pasdite ndërsa pinin kafe në dhomën e personelit. E di, pranoi Elira, por si mund të mos bëhem, ajo është kaq e vogël, kaq e pafajshme, dhe askush nuk po vjen për të. Hetimi ende vazhdon, i kujtoi Drita. Policia po kërkon nënën. Dhe nëse nuk e gjejnë, pyeti Elira. Ajo do të shkojë në një shtëpi fëmijësh ku do të jetë vetëm një numër tjetër në sistem. Drita e vështroi me kujdes. Elira, ku po shkon me këtë? Elira mori një frym të thellë. Unë po mendoj për ta adoptuar. Heshtje. Drita e vuri filxhanin e kafes mbi tavolinë me ngadalë, duke e shikuar Elirën me sy të hapur gjër. Je serioze? Kur më serioze, tha Elira. E di që ti ngëron çmenduri, e di që kam kaluar vetëm 3 vjet që u divorcova, që jetoj vetëm, që kam një jetë që tashmë është komplekse. Por kur e shoh atë bebe, ndjej diçka që nuk e kam ndier kur më parë. Ndjej se ajo më takon. Drita e shtrëngoi dorën e Elirës. Adoptimi nuk është e lehtë, sidomos për një grua beqare. Ka procedura, hetim social, intervista, dhe pastaj ka pyetje nëse ti je gati emocionalisht dhe financiarisht. E di të gjitha këto, tha Elira. Por nëse nuk e provoj, nuk do ta di kurrë. Dhe nuk mund të jetoj me pyetjen, çfarë do të kishte ndodhur nëse? Atë mbrëmje, Elira solli shtesën me zonjë Kurti, punonjësen sociale që po ndiqte rastin e bebes. Dëshiroj të aplikoj për të adoptuar atë, tha Elira drejt për drejt. Zonja Kurti ngriti vetullat. Zonja Dervishi, e vlerësoj dashurinë që po tregoni për këtë fëmijë, por duhet ju them që procesi i adoptimit është i gjatë dhe kompleks, dhe ka dhe çështjen që ne ende po kërkojmë prindrit biologjik. Çfarë ndodh nëse nuk i gjeni? Pyeti Elira. Atëherë beba do të deklarohet zyrtarisht e braktisur dhe do të jetë disponueshme për adoptim, shpjegoi zonjë Kurti. Por ka shumë çifte të martuara që janë në listën e pritjes për të adoptuar. Përparësia zakonisht i jepet një familje me 2 prindër. Elira ndjeu një boshllëk në stomak, por nuk u dorëzua. Kuptoj, por dua të aplikoj sidoqoftë. Kam një shtëpi të qëndrueshme, një punë të mirë dhe më e rëndësishmja, kam dashuri për t'i dhënë asaj. Zonja Kurti e vështroi me një shprehje më të butë. Do t'ju dërgoj dokumentet e nevojshme, por duhet të jeni e përgatitur për një proces të gjatë dhe për mundësinë që përgjigjja të jetë jo. Jam e përgatitur, tha Elira, edhe pse zemra e saj dridhej. Javët kaluan dhe beba u shërua plotësisht. Mjekët e qensuan me emrin Beba Roza për shkak të një shenje të vogël roz në batanie që ishte gjetur me të. Por Elira tashmë e kishte emëruar në mendjen e saj, Lara, emër që do të thoshte e dashura në latinisht, një emër që përshtatej për këtë fëmijë që tashmë e kishte pushtuar zemrën e saj. Hetimi i policisë nuk solli asnjë rezultat. Askush nuk kishte raportuar një bebe të zhdukur. Askush nuk kishte dalë përpara për ta pretenduar. Ishte sikur nëna e bebes kishte zhdukur pa gjurmë. Kjo është e trishtuar, tha doktor Kola, një ditë ndërsa diskutonin rastin. Por të paktën e vogla ka pasur ty, Elira. Ti e ke dhënë një ngrohtësi që shumica e fëmijëve të braktisur nuk e marrin. Nuk është e mjaftueshme, tha Elira. Ajo ka nevojë për një shtëpi, për një familje. Dhe ti je serioze për adoptimin? Pyeti doktor Kola. Absolutisht, tha Elira me vendosmëri. Doktor Kola u buzëqesh. Atëherë do të kesh mbështetjen time. Nëse ke nevojë për ndonjë rekomandim mjekësor ose dëshmi, unë do të jem këtu. Faleminderit, tha Elira, duke njerë lotët që i mbushnin syt. Do të thotë shumë për mua. Ndërkohë, Lara po rritej. Tani peshonte më shumë. Lëkura e saj kishte marrë një ngjyrë të shëndetshme roz dhe sytë e saj të kaltër të hapur shihnin botën me kuriozitet. Çdo herë që Elira e merrte në krah, beba buzëqeshte. Një buzëqeshje e vogël, por që bënte zemrën e Elirës të shkrihej.
Ti e imja, I përshpëriste Elira ndërsa e ushqente. Nuk e di si, por do ta bëj këtë të mundur, do të jesh e imja. Aplikimi për adoptim nisi zyrtarisht 1 muaj pas gjetjes së Larës. Elira plotësoi forma të panumërta, dha intervista dhe u nënshtrua një kontrolli të hollësishëm të jetës së saj. Financat, historia mjekësore, historitë e mëparshme martesore, gjithçka. Një nga momentet më të vështira ishte kur duhet të takonte me një komision vlerësimi. Ishte një dhomë e ftohtë, me dritare të mëdha, që shihnin drejt një obori të zbrazët. 5 antarë të komisionit uleshin në një tavolinë të gjatë, duke e vështruar Elirën me pamje serioze. Zonja Dervishi, filloi kryetarja e komisionit, një grua në të 60-tat me flokë gri dhe një pamje autoritare. Ju jeni një grua beqare që punon me orar të plotë. Si planifikoni të menaxhoni detyrat e nënës së vetme? Kam mbështetjen e familjes sime, tha Elira. Motra ime dhe prindrit e mi janë të gatshëm të më ndihmojnë. Dhe unë jam gati të rregulloj orarin tim të punës për të qenë më e pranishme. Por ju jeni infermiere, vazhdoi një antar tjetër. Kjo do të thotë turne nate, fundjava të punës. Kush do të kujdeset për fëmijën në ato momente? Kam planifikuar çdo detaj, tha Elira, duke mbajtur qetësinë. Kam tashmë biseduar me menaxherin tim për të punuar vetëm turne dite dhe motra ime ka rënë dakord të jetë kujtestare në rastit kur më nevojitet. Dhe financiarisht, pyeti një antar I tretë. Të rritësh një fëmijë është e shtrenjtë. Kam një kursim të konsiderueshëm, tha Elira. Dhe paga ime është e qëndrueshme. Kam përgatitur një buxhet detajuar që tregon se si mund ta mbështes një fëmijë pa probleme financiare. Pyetjet vazhduan për pothuajse 2 orë. Elira përgjigje me durim dhe vendosmëri. Edhe pse ndonjëherë ndjente që po gjykohej më ashpër se sa një çift I martuar do të ishte gjykuar. Dhe nëse Lara, po e quajmë ashtu siç e quani ju, vendos një ditë që dëshiron të takojë nënën e saj biologjike, pyeti kryetarja. Si do të reagoni? Elira mori një frymë të thellë. Do ta mbështes plotësisht. Nuk do të përpiqem kur t'ia fsheh identitetin e saj. Nëse ajo dëshiron të di nga ka ardhur, do të bëj gjithçka që të mund për ta ndihmuar në atë udhëtim, sepse dashuria e vërtet nënësore nuk është posedim, është lirimi. Kryetarja shënoi diçka në fletët e saj, dhe Elira nuk mund ta lexonte shprehjen e fytyrës së saj. Javët kaluan në pritje. Elira vijonte ta vizitonte Larën çdo ditë në shtëpinë e fëmijëve ku ishte vendosur përkohësisht. Çdo vizitë ishte e dhëmshme. Të shihje fëmijën që donte kaq shumë, por të mos kishe mundësi ta merrje me vete në shtëpi. Se si është? E pyeti motra e saj, Arta, një mbrëmje ndërse pjeshin darkë së bashku. Është e vështirë, pranoi Elira. Çdo herë që largohem ajo qan, dhe unë largohem duke qarë. Ndihem sikur po I bëj keq duke mos qenë aty për të. Arta e shtrëngoi dorën e motrës. Ti po bën gjithçka që mund, dhe procesi do të marrë kohë, por unë besoj që do të dalë mirë. Ti je krijuar për të qenë nënë, Elira. Gjithmonë e kam ditur. Por çfarë nëse thon jo? Tha Elira, duke lëshuar frikën që e kishte shtypur për javë. Çfarë nëse vendosin që një çift I martuar është më mirë për të? Atëherë do të luftosh, tha Arta me forcë. Do të luftosh me çdo mjet ligjor që ke, sepse ajo vajzë e vogël ka nevojë për ty, po aq sa ti ke nevojë për të. Një mbrëmje, ndërsa Elira po largohej nga shtëpia e fëmijëve, njohën e një gruaje të re që po hynte. Ishte rreth 25 vjeçe, me flokë të zinj dhe sy të kuq nga qarja. Ju jeni Elira? Pyeti gruaja me një zë të dridhur. Po, tha Elira, duke ndjer një ndjenjë të çuditshme. Ju më njihni? Jo, por un kam dëgjuar për ju, tha gruaja. Un jam nëna e Larës. Bota e Lirës ndaloi. Zemra e saj ra. Kjo ishte çasti që e kishte friksuar më shumë. Nëna biologjike kishte ardhur ta kërkojë vajzën e saj. Hyni brenda, tha Elira me një zë që mezi dëgjohej. Le të flasim. Dyja hynë në një dhomë pritjeje të vogël. Gruaja ul dhe filloi të qante. Emri im është Mirella, tha ajo midis lotëve. Dhe unë jam ai personi I tmerrshëm që e braktisi beben time. Elira nuk e dinte çfarë të thoshte. Një pjesë e saj donte ta urrente këtë grua për atë që kishte bërë, por një pjesë tjetër, më e butë, pa dhimbjen dhe desperacionin në sytë e saj. Pse? Pyeti Elira në fund.
Pse e braktise? Mirela e mblodhi fytyrën e saj në duar. Sepse nuk isha zgjedhje, isha në një marrëdhënie dhunuese. Burri im, ai nuk e donte beben. Tha që ose rreq dorë prej saj, ose do të më vriste mua dhe të. Dhe unë mendova që ajo do të kishte një jetë më të mirë pa mua, që dikush tjetër, dikush më i mirë do ta gjente dhe do ta donte. Elira ndjeu lotët që i rrëshqitnin në faqe. Dhe tani? Pse erdhe tani? Sepse u lirova, tha Mirela. Burri im është në burg, dhe unë doja vetëm ta shoh, të di që ajo është mirë. Por pastaj dëgjova që dikush po përpiqet ta adoptoj. Dhe nuk e di çfarë të bëj. Elira e pa shpirtin e kësaj gruaje të shkrumbuar përpara saj. E do atë? Pyeti Elira. Me gjithë zemrën time, qau Mirela. Por unë nuk kam asgjë për t'i dhënë. Nuk kam shtëpi, nuk kam punë të qëndrueshme, kam vetëm dashuri, dhe nuk e di nëse ajo është e mjaftueshme. Elira mori një vendim që ndryshoi gjithçka. Le të flasim me shërbimin social. Le të shohim nëse ka një mënyrë që të gjithë të fitojnë këtu. Takimi me zonjë Kurti dhe ekipin ligjor ishte intens. Mirela tregoi të gjithë historinë e saj. Dhunën në shtëpi, kërcënimet, frikën që i kishte shtyrë të merrte vendimin më të vështirë të jetës së saj. Doja që ajo të jetë e sigurt, tha Mirela duke qarë. Dhe në atë moment, siguria e saj do të thoshte largimi prej meje. Zonja Kurti dëgjoi me vëmendje, duke shënuar çdo detaj. Zonja Mirela, situata juaj është e pazakontë. Ju keni braktisur fëmijën, por rretharat ishin ekstreme. Megjithatë, ligji është i qartë, braktisja është një vepër penale. E di, tha Mirela me një zë të thyer, dhe jam gati të përballem me pasojat, por ju lutim mos e dënoni vajzën time për gabimet e mia. Ajo ka nevojë për një jetë të mirë. Elira ndërhyri. Çfarë nëse kishim një zgjidhje që do t'i ndihmonte të gjithë? Unë ende dua ta adoptoj Larën, por çfarë nëse Mirela mund të kishte një rol në jetën e saj? Jo si nënë plot, por si një prani. Zonja Kurti e shikoi me kuriozitet. Çfarë keni në mendje? Një adoptim i hapur, tha Elira. Unë do të jem nëna ligjore e Larës, por Mirela mund ta vizitoj rregullisht, të jetë pjesë e jetës së saj. Kjo do t'i japte Larës mundësinë të di nga ka ardhur, dhe Mirelës mundësinë të shite që vajza e saj është mirë. Mirela e shikoi Elirën me sy plot shpresë. Do ta bënit këtë për mua, pas gjithçkaje që kam bërë? Po e bëj për Larën, tha Elira me butësi. Ajo meriton të di të vërtetën dhe të ketë mundësinë të njohë nënën që e lindi, por ajo gjithashtu ka nevojë për një shtëpi të qëndrueshme, për një nënë që mund t'i ofrojë atë që ti nuk mund, jo sepse nuk e do, por sepse rrethanat nuk ta lejojnë. Zonja Kurti mendoi për një moment. Kjo është një propozim i pazakont, por jo i padëgjuar. Do të duhet aprovimi i gjykatës dhe Mirela do të duhet të kalojë nëpër një vlerësim psikologjik dhe social. Por nëse të dyja jeni të gatshme, mund ta paraqesim këtë plan. Muajt e ardhshëm ishin plot takime gjyqësore, intervista dhe vlerësime. Mirela u nështrua një ekzaminimi intensiv të shëndetit mendor dhe emocioneve të saj. Psikologët vlerësuan që ajo kishte vepruar në një presion ekstrem dhe që pendimi i saj ishte i sinqertë. Ajo nuk është një nënë e keqe, tha psikologja Dr. Vera Shala në raportin e saj. Ajo është një viktime dhunës që mori një vendim të dëshpëruar për të shpëtuar fëmijën e saj. Gjykata më në fund mori një vendim. Elira u aprovua si nën adoptive e Larës, me kushtin që Mirela do të kishte të drejta vizitimi 2 herë në muaj, të mbikëqyrura fillimisht dhe më vonë pa mbikëqyrje nëse gjithçka shkonte mirë. Dita kur Elira mori zyrtarisht Larën në shtëpi ishte më e bukur e jetës së saj. Ajo e zhveshi vajzën e vogël që tani ishte 8 muajsh, e veshi me rroba të reja roz dhe e mbajti afër zemrës së saj ndërsa dilte nga shtëpia e fëmijëve për herë të fundit. Mirë se erdhe në shtëpi, Lara ime, i përshpëriti Elira, duke I rënë lotët. Tani e imja, për gjithmonë.
Shtëpia e Lirës ishte transformuar. Dhoma e mykur ishte bërë një dhomë fëmijësh me mure roz të zbukuruar me flutura. Kishte një krevat të vogël, lodra të shumta dhe një karrige tund ku Elira mund ta ushqente dhe ta qetësonte Larën çdo natë. Mirela erdhi për vizitën e saj të parë një javë më vonë. Ishte një moment plot tension dhe emocione. Falenderit që po e bëni këtë, tha Mirela ndërsa hyri, duke mbajtur një lodër të vogël të bardhë për Larën. Eja ulu, tha Elira duke mbajtur Larën në prehër. Ajo të ka munguar. Mirela ul ngadalë duke shtirë dorën për të prekur fytyrën e vogël të Larës. Beba e shikoi me kuriozitet, pastaj buzëqeshi, ajo buzëqeshja e pafajshme që çante çdo zemër. Ajo ka buzëqeshjen time, tha Mirela me një zë plot mall. Ka, pranoi Elira, dhe ka sytë tu, dhe fuqinë tënde për të mbijetuar. Mirela qau, por këtë herë ishin lot shprese, jo dëshpërimi. Unë po punoj. Kam gjetur një punë si kamariere dhe po marr terapi. Po përpiqem të rindërtoj jetën time. Jam krenar për ty, tha Elira me sinqeritet. Dhe Lara do t'jetë krenare kur të rritet dhe të mësoj se sa e fort ke qenë. Vizitat vazhduan rregullisht. Me kalimin e kohës, Mirela dhe Elira zhvilluan një marrëdhënie të pazakonshme, jo shoqëri në kuptimin tradicional, por një respekt reciprok dhe një dashuri të përbashkët për Larën. Vitet kaluan shpejt. Lara u bë një vajzë e shkëlqyer, plot energji dhe kuriozitet. Në moshën 3 vjeçe, ajo tashmë fliste me fjali të plota dhe kërkonte përgjigje për çdo gjë që shihte. Mami, pse qielli është kaltër? Pyeste ajo. Sepse ajo është ngjyra më e bukur për qiellin, përgjigjej Elira, duke buzëqeshur. Por unë pëlqej roz, protestonte Lara. Atëherë, le ta imagjinojmë një qiell roz vetëm për ty, thoshte Elira. Dhe dyja fillonin të trillonin histori të çmendura për një botë me qiell roz dhe re prej sheqeri. Çerdhja ishte një eksperiencë e re për të dyja. Elira u shqetësua për ditën e parë, duke u pyetur se si do të reagonte Lara, duke qenë larg saj për kaq shumë orë. Do të jem mirë, mami, tha Lara me një vetbesim që e habite Elirën. Ti the që do të bëj shumë shok. Dhe e bëri. Lara ishte një fëmijë social, e dashur nga të gjithë. Edukatorët e saj shpesh i thoshin Elirës se sa e sjellshme dhe empatike ishte vajza e saj. Sot, Lara ndihmoi një vajzë që kishte rënë dhe kishte lënduar gjurin, tregoi edukatorja një ditë. Ajo e çoi në infirmeri dhe i mbajti dorën derisa ajo ndjehej më mirë. Elira u mbush me krenari. Kjo është vajza ime, mendoi ajo. Por jo gjithçka ishte e lehtë. Kur Lara ishte 5 vjeç, pyetjet filluan. Mami, pse un kam 2 mamash? Pyeti Lara një ditë pasi Mirela kishte dalë nga vizita e saj. Elira kishte planifikuar për këtë moment, por zemra e saj ende ra. Ajo ul në nivelin e Larës dhe mori duart e vogla të vajzës në të sajat. Sepse ti i je mjaft me fat për të pasur më shumë dashuri se shumica e fëmijëve, shpjegoi Elira me butësi. Unë jam mamaja që të rriti dhe të kujdeset për ty çdo ditë, dhe Mirela është mamaja që të lindi. Të dyja të duam shumë, por në mënyra të ndryshme. Por pse Mirela nuk jeton me ne? Pyeti Lara me ato sy të kaltër, plot pafajësi. Sepse ndonjëherë në jetë, njerëzit marrin vendime të vështira për arsye të mëdha, tha Elira. Mirela të donte kaq shumë, saqë donte që ti të kishe jetën më të mirë të mundshme, dhe ajo mendoi që unë mund të jepja atë jetë. Kështu që ajo më la ty të kujdesem për ty, por ajo ende dëshiron të jetë pjesë e jetës sate. Lara mendoi për një moment, pastaj e përqafoi Elirën fort. Unë jam me fat që kam ty, mami. Ti je mamaja më e mirë në botë. Elira nuk mund të mbante lotët. Dhe ti je vajza më e mirë në botë, zemra ime. Në shkollë fillore, Lara shkëlqeu. Ishte një nxënëse e shkëlqyer, veçanërisht në art dhe letërsi. Ajo shkronte poezi që e bënte Elirën të qante nga krenaria dhe pikturonte piktura që vareshin me krenari në muret e shtëpisë. Por ka edhe momente të vështira. Një ditë, Lara erdhi në shtëpi duke qarë. Çfarë ndodhi, zemra ime? Pyeti Elira me shqetësim. Fëmijët në shkollë thonë që ti nuk je mamaja ime e vërtet. Qau Lara,
Thonë që jam me adoptuar dhe që nuk jam si ta. Zemra e Lirës u thye. Kjo ishte frika e saj më e madhe, që Lara do të ndjehej ndryshme e papërshtatshme. Eja këtu, tha Elira duke ulur Larën në prehër. Do të them një sekret, familja nuk përcaktohet nga gjaku. Familja përcaktohet nga dashuria. Unë të zgjodha ty, Lara. Nga të gjitha fëmijët në botë, unë të zgjodha ty. Dhe kjo të bën edhe më të veçantë. Por ata thonë që nuk të ngjaj, vazhdoi Lara. Dhe kjo është e vërtet, tha Elira. Ti ke flok të zi dhe sy të kaltër, dhe unë kam flok kafe dhe sy kafe. Por a e di çfarë ke ti që unë e kam gjithashtu? Ke një zemër të madhe që do të ndihmoj njerëzit. Ke një vullnat të fortë që nuk dorëzohet kurrë. Dhe ke një buzëqeshje që ndriçon dhomën. Këto janë gjërat që na bëjnë familje, jo ngjyra e syve. Lara e përqafoi Elirën fort. Unë të dua, mami. Ti je mamaja ime e vërtet, mamaja e zemrës. Dhe ti je vajza e zemrës sime. Përshpëriti Elira. Mirela vazhdoi të ishte pjesë e jetës së Larës. Ajo erdhi në festat e ditëlindjes, në shfaqjet e shkollës, në të gjitha momentet e rëndësishme. Me kalimin e viteve, ajo u bë më shumë si një teze e dashur sesa si një prind, dhe Lara e pranoi këtë rol me dashuri. Mirela, do të vish në koncertin tim? Pyeti Lara me entuziazëm kur ishte 8 vjeçe dhe po luante pianon në një ngjarje shkollore. Sigurisht që do të vi, tha Mirela me një buzëqeshje. Nuk do ta humbisja për asgjë në botë. Dhe erdhi, ulur pranë Elirës në rreshtin e parë, duke duar trokitur më të fortë se kushdo kur Lara përfundoi pjesën e saj. Ajo është jashtëzakonshme, i tha Mirela Elirës, me sy plot lumturie. E është, pranoi Elira. Dhe ajo është kështu sepse është e rrethuar nga dashuria, dashuritë tona. Kur Lara mbushi 13 vjeç, jetën e saj mori një tjetër kthes. Adoleshenca solli me vete pyetje më të thella, pasiguri dhe një dëshirë të kuptonte identitetin e saj. Mami, dua të di më shumë për babain tim, tha Lara një ditë ndërsa uleshin në kuzhinë për darkë. Elira kishte ditur që kjo ditë do të vinte, por zemra e saj ende u rrah fort. Çfarë të intereson për të? Kush ishte? Si dukej? Pse nuk është këtu? Pyetjet dolën si një vërshim. Elira mori një frym të thellë. Kjo është një pyetje që duhet t'ja bësh Mirelës. Unë e di disa gjëra, por ajo e njeh historinë e plot. Takimi i radhës me Mirelën ishte i ndryshëm nga të gjithë të tjerët. Lara kishte kërkuar që të ishte vetëm me Mirelën dhe Elira, edhe pse e dhemshur, e pranoi. Trego mua gjithçka, the Lara, duke ulur në sofën e shtëpisë së vogël që Mirela tani kishte. Ajo kishte rindërtuar jetën e saj ngadalë. Kishte një apartament modest, një punë të qëndrueshme si asistente administrative dhe po ndiqte kurse në mbrëmje për të marrë një diplomë. Mirela mori një frym të thellë. Babai ju temrohej Alban. Ai ishte i bukur, karizmatik dhe në fillim mendova që e doja. Por shpejt u bëi dhunshëm, xheloz, kontrollues. Kur meta shtatzën me ty, ai më tha që ose ta abortoja, ose do të na vriste të dyja. Lara dëgjoi me sy të hapur gjerë, por pa ndërprer. Unë u largova prej tij, vazhdoi Mirela. Por ai më gjeti, më kërcënoi vazhdimisht, dhe kur ti linde, ai erdhi në spital dhe më tha që nëse nuk të lija ty, do të bënte keq. Unë nuk e dija çfarë të bëja. Policia nuk më ndihmonte mjaftueshëm. Strehimet ishin të mbingarkuara dhe unë kisha frikë që çdo ditë mund të ishte e fundit. Prandaj më braktise, tha Lara me një zë të qetë, por plot dhimbje. Po, tha Mirela duke qartë tani, dhe ishte vendimi më i dhimbshëm jetës sime, por e bëra sepse mendova që ti do të kishe një shans për një jetë të sigurt, që dikush tjetër, dikush i mirë si Elira, do të gjente dhe do të t'jepte atë që unë nuk mund. Lara heshti për një kohë të gjatë. Mirela priste, duke mos ditur se si do të reagonte vajza e saj. Ku është ai tani? Pyeti Lara në fund. Në burg, për dhunë dhe kërcënime. Ai nuk mund të bëj keq më. Lara nriti syt për të takuar ato të Mirelës. A do të doja të takohem me të? Mirela tundi kokën me forcë. Jo, dhe shpresoj që ti kurrë mos kesh atë dëshirë. Ai nuk ishte një njeri i mirë, Lara, dhe nuk meriton të jetë pjesë e jetës sate. Lara u ngrit dhe për herë të parë
E përqafoi Mirelën me një ngrohtësi që nuk e kishte treguar kurrë më parë. "Faleminderit që më tregove", tha ajo, "dhe faleminderit që më shpëtove. E di që ishte e vështirë dhe e di që të kushtoi gjithçka, por jam këtu tani dhe jam e sigurt dhe kam një jetë të mrekullueshme. Dhe ajo është për shkak të vendimit tënd." Mirela qau aq fort sa trupi i saj dridhej. "Unë jam aq krenar për ty", po shpëriti. "Aq krenar." Kur Lara u kthye në shtëpi atë natë, ajo e përqafoi Elirën fort. "E di gjithçka tani", tha ajo, "dhe e kuptoj. Dhe të dua edhe më shumë për atë që ke bërë për mua." Elira e mbajti të bijën, duke ndier lotët që lërishitnin. "Ti je gjithçka për mua, Lara. Gjithçka." Vitet e ardhme të shkollës së mesme ishin plot sfida dhe suksese. Lara u bë një aktiviste për të drejtat e fëmijëve të adoptuar dhe për viktimat e dhunës në shtëpi. Ajo shkruante artikuj në gazetën e shkollës, mbajti fjalime në evente dhe nisi një blog ku ndante historinë e saj. "Shumë fëmijë ndjen të turpëruar që janë të adoptuar", shkruante ajo. "Por unë jam krenar, sepse adoptimi nuk do të thotë që prindrit e tu nuk të duan. Do të thotë që dikush tjetër të deshi kaq shumë sa që të bëri ty pjesë e familjes së tyre." Postimi i saj u bë viral. Mijëra njerëz e ndan, duke komentuar se sa i fuqishëm ishte mesazhi i saj. Elira e lexoi me lot në sy, krenare për vajzën që kishte rritur. Mirela gjithashtu lexoi blogun. "Ajo është e jashtëzakonshme", i shkroi në një mesazh Elirës. "Ajo po e kthen dhimbjen tonë me diçka të bukur." "E është", u përgjigj Elira. "Dhe ajo është kështu sepse e di çfarë është dashuria e vërtetë. Ajo e ka përjetuar nga të dyja ne." Dita e diplomimit e Larës në gjimnaz ishte një moment plot emocione. Ajo qëndroi më podium si përfaqësuese e klasës, duke mbajtur një fjalim që preku zemrën e çdo prindi në sallë. "Ne shpeshflasim për rrënjët tona", filloi ajo. "Por çfarë janë rrënjët? A janë ADN-ja jon? A është historia jon biologjike? Unë mendoj që jo. Mendoj që rrënjët janë njerëzit që na mbajnë kur jemi duke rënë, që na ushqejnë kur jemi të uritur, dhe që na mësojnë se çfarë do të thotë të duash pa kushte." Ajo bëri një pauzë, duke i kërkuar Elirën në turm. Sytë e tyre u takuan, dhe Lara buzëqeshi. "Unë u adoptova kur isha një bebe, dhe për një kohë të gjatë mendova që kjo më bënte të ndryshme, të pakomplete. Por me kalimin e viteve, kam mësuar diçka të rëndësishme. Nuk jam e ndryshme. Jam e bekuar, sepse unë kam dy gra të forta që më kanë dhënë formë mjetësime, njëra që më lindi dhe njëra që më rriti, dhe të dyja më kanë mësuar se sa e fuqishme është dashuria." Salla shpërtheu në duar trokitje. Elira qante hapur, ndërsa Mirela, e ulur disa rreshta më larg, e kishte fytyrën e lagur nga lotët. Pas ceremonisë, Lara u takua me të dyja. "Jam aq krenar për ty", tha Elira, duke i përqafuar Larën fort. "Unë gjithashtu", shtoi Mirela duke ju bashkuar përqafimit. Për një moment, të tre qëndruan së bashku. Një familje pa zakont, por e plot me dashuri. Më vonë, atë natë, në një fest të vogël në shtëpinë e Elirës, Lara bëri një njoftim. "Kam vendosur", tha ajo, duke qëndruar para të gjithë miqve dhe familjes. "Do të studioj punë sociale në universitet. Dua të ndihmoj fëmijë si unë, fëmijë që janë në situata të vështira, që ka nevojë për dikë që t'i luftoj për ta." Elira ndjeu zemrën e saj që i mbushej me krenari. "Kjo është thirrja jote", tha ajo me butësi. "E është", tha Lara, "sepse ju më keni treguar se çfarë është mundur kur dikush beson në ty. Dhe tani është radha ime për t'i dhënë këtë shpresë dikujt tjetër." Vitet e para të universitetit ishin transformues për Larën. Ajo u fut thellë në studimet e saj, duke mësuar për sistemin e mirëqenies së fëmijëve, për proceset e adoptimit dhe për ndikimin psikologjik të braktisjes në fëmijë. Por ishte gjatë një kursi për historinë e familjeve që Lara vendosi të hulumtonte më thellë në rrënjët e saj. Profesori kishte caktuar një projekt ku studentët duhet të ndërtonin një pemë gjenealogjike dhe të intervistonin anëtar të familjes. "Kjo do të jetë interesante për mua", tha Lara me ironi gjatë një telefonate me Elirën.
Je sigur që dëshiron ta bësh këtë? Pyeti Elira me kujdes. Nuk duhet nëse të bën të ndihesh e vështirë. Dua ta bëj, tha Lara me vendosmëri. Është koha të njihet të kaluarën time plotësisht. Ajo filloi duke intervistuar Mirelën, duke pyetur për historinë e familjes së saj. Mirela tregoi për prindrit e saj që kishin vdekur kur ajo ishte e re, për vështirësitë ekonomike, për mungesën e një rrjeti mbështetës që kishte lënë të vetmuar dhe vulnerabël. Nuk isha këtë kthehesha, shtjelloi Mirela, dhe kur u nisa në atë marrëdhënie me Albanin, mendova që kisha gjetur dikë që do të më mbante të sigurt, por gabesha shumë. Lara pastaj vendosi të bënte diçka që nuk e kishte imagjinuar kur, të kërkonte babain e saj biologjik, jo për ta takuar, por të kuptuar historinë e tij. Përmes regjistrave publike dhe me ndihmën e një profesori që specializohej në kërkime sociale, Lara zbuloi që Albani ishte ende në burg, por kishte vetëm disa muaj të mbetur nga dënimi i tij. A dëshiron të shkruash një letër? Pyeti profesori. Mund të jetë katartike. Lara mendoi për javë të tëra. Në fund, ajo shkroi një letër që nuk ishte plot urrëtie, por plot pyetje dhe reflektime. Emri im është Lara dhe jam bija jote biologjike. Nuk shkruaj për të kërkuar një marrëdhënie, dhe as nuk shkruaj për të përpjekur ta kuptoj se pse veprive si që veprove me nënën time. Unë shkruaj sepse jam duke studiuar për të kuptuar modelet e dhunës dhe për të ndihmuar të tjerët që janë në situata të ngjashme. Dua që ti të dish që vendimi në nësime për të më braktisur më shpëtoi jetën. Jo për shkak se ajo nuk më donte, por sepse dashuria e saj ishte aq e fortë, saqë ishte e gatshme të vuante dhimbjen më të madhe për të më mbajtur të sigurt nga ti. Tani jam një grua e re që po përgatitet të ndihmoj fëmijë dhe gra që janë në situata ku ishin ajo dhe unë, dhe shpresoj që një ditë ti të kuptosh se dhuna nuk është forcë, është dobësi. Dashuria e vërtet kërkon guxim, sakrificë dhe butësi. Lara. Ajo kur nuk mori përgjigje dhe nuk e priste, por shkruarja e letrës e ndihmoi të mbyllte një kapitull të jetës së saj. Kur Lara u kthye në shtëpi për pushimet e dimrit, ajo ndau përvojën me Elirën dhe Mirelën. Jam krenare për ty, tha Elira, duhet guxim i madh për të përballuar të kaluarën në atë mënyrë. Dhe unë jam mirënjohëse, shtoi Mirela. Mirënjohësi që ti nuk e le e kaluara të përcaktoj. Ti po krijon të ardhmen tënde. Lara buzëqeshi, po e bëj atë që më mësuat ju të dyja. Po zgjedh dashurinë mbi urrëtitjen, shpresën mbi frikën. Pas diplomimit nga universiteti, Lara filloi punën e saj në një organizat jo fitimprurse që ndihmonte fëmijë të braktisur dhe familje në nevojë. Puna ishte intensive dhe shpesh e dhimbshme, po gjithashtu shumë shpërblyese. Një rast në veçanti e preku thellë. Ishte një vajzë 8 vjeçare, e quajtur Sara, që ishte braktisur nga nëna e saj që ishte e varur nga droga. Sara ishte e mbyllur, e friksuar dhe refuzonte të fliste me askënd. Lara punoi me durim me të, duke kaluar orë të tëra duke luajtur, duke vizatuar dhe thjesht duke qenë prezente. Ngadalë Sara filloi të hapet. Pse nëna ime nuk më do? Pyeti Sara një ditë, me atësi të mëdhenj plot dhimbje. Lara ul në nivelin e saj. Nëna jote të do, tha ajo me butësi. Por ndonjëherë, njerëzit janë të sëmurë dhe nuk mund të kujdesen për fëmijët e tyre ashtu siç duhet. Dhe kjo nuk është faji jot. Ti je e mrekullueshme dhe meriton të kesh njerëz në jetën tënde që mund të të japin atë që ke nevojë. Si unë? Po, si unë, tha Lara duke buzëqeshur. Me kalimin e muajve, Sara u vendos në një familje adoptive të dashur që e mirëpriti me zemra të hapura. Lara ishte aty në ditën që Sara u takua me prindrit e saj të rinj. A do të vish ta më vizitosh? Pyeti Sara duke e përqafuar Larën fort. Sigurisht që do të vi, premtoi Lara, dhe do të jem gjithmonë këtu nëse ke nevojë për mua. Duke parë Sarën që largohej me familjen e saj të re, Lara ndodhi duke qarë, por ishin lot gëzimi. Ti po jep atyre fëmijëve atë që ty të dhan, i tha Elira të mbrëmje ku Lara ndau historinë. Shpresë dhe dashuri, sepse në fund të ditës, ajo është gjëja e vetme që vërtet ka rëndësi. Puna e Larës filloi të tërhiqte vëmendje. Ajo u ftua të fliste në konferenca, të shkruante artikuj për revista profesionale dhe të këshillonte politikan për reforma në sistemin e mirëqenies së fëmijëve. Në një nga këto evente,
Ajo takoi dikë që do të ndryshonte jetën e saj. Një mjek të ri, doktor Eron Deda, që po punonte në shëndetin mendor të fëmijëve. Historia juaj është frymëzuese, i tha Eroni pas fjalimit të saj. Dhe puna që po bëni është jetike. Ata filluan të flisnin, dhe një miqësi u zhvillua shpejt në diçka më shumë. Eroni ishte i butë, i kujdesshëm dhe ndante pasionin e Larës për të ndihmuar të tjerët. Ai është ai i duhuri, i tha Elira Mirelës gjatë një dreke së bashku. E shon në mënyrën se si e shikon Larën. Shpresuj kështu, tha Mirela me një buzëqeshje. Ajo meriton gjithë lumturinë në botë. Pas 2 vitesh të lidhjes, Eroni e kërkoi Larën në martesë. Propozimi ishte i thjeshtë por i bukur. Në parkun ku Elira e kishte gjetur Larën për herë të parë. Doja të ishte këtu, shtjelloi Eroni. Sepse ky është vendi ku filloi historia jote e re. Dhe tani, dua të fillojmë historinë tonë së bashku. Lara qau duke thënë po, dhe Eroni e përqafoi fort. Dasma ishte një ngjarje e bukur, por më e rëndësishmja e plot dashuri. Lara këmbguli që të kishte 2 gra ta përcollnin drejt altarit, Elira dhe Mirela. Pas martesës, Lara dhe Eroni vendosën të blejnë një shtëpi të vogël pranë Eliras. Donin që fëmijët e tyre të ardhshëm të kishin gjyshen pranë. Dhe vërtet, brenda një viti, Lara mbeti shtatzan. Lajmi solli gëzim të pafund. Do t'jemi prindër, qante Lara ndërsa ja tregonte Elirës testin pozitiv. Elira e përqafoi fort. Dhe ti do t'jesh një nënë e mrekullueshme, më e mira. Sepse ti më mësove si, tha Lara. Çdo gjë që di për dashurinë e mësova nga ti. Shtatzënia ishte lehtë dhe lumtur. Lara vazhdoi të punonte sa më shumë që mundej, duke ditur që pas lindjes do të merrte pushim për të kujdesur për beben. Një ditë, ndërsa Lara ishte në muajin e 8 të shtatzënisë, ajo dhe Elira shkuan në atë park të njëjtë ku gjithçka kishte filluar 26 vjet më parë. Të kujtohet kur erdha këtu? Pyeti Elira, duke ulur pranë bankës së famshme. Si mund ta haroj? Tha Lara, duke ulur pranë saj. Ti tregon historinë çdo vit në ditëlindjen time. Sepse është historia më e rëndësishme e jetës sime, tha Elira. Nata kur ti erdhe në jetën time, ishte nata kur gjithçka ndryshoi. Unë isha e vetmuar, e humbur, duke u pyetur se cili ishte qëllimi im. Dhe pastaj, aty ishe ti, e vogël, e ftohtë, dhe duke pasur nevojë për dikë. Dhe në atë moment, e gjeta qëllimin tim. Lara e shtrëngoi dorën e Elirës. Dhe ti ishe qëllimi im. Shpëtimtarja ime. Jo, tha Elira me butësi. Ne shpëtuam njëra tjetrën. Bebes së Larës i erdhi në një mëngjes të bukur pranvere. Ishte një vajzë e vogël, me flokë të zinj dhe sy të kaltër, ashtu si Lara. Si do ta quash? Pyeti Eroni duke mbajtur bebe me tyre të vogël me kujdes. Lara shikoi te Elira, që kishte ardhur në spital menjëherë kur kishte dëgjuar lajmin. Elira, tha Lara me një zë plot emocione. Do ta quaj Elira, sipas gruas që më dha gjithçka. Elira filloi të qante. Je sigurt, nuk është nevoja. Jam plotësisht e sigurt, ndërpreu Lara. Ti je arsyeja që un jam këtu. Dhe tani, bija ime do ta mbaj emrin tënd si një kujtim të përjetshëm të asaj dashurie. Elira mori beben e vogël në krahët e saj, duke shikuar atë fytyrë të vogël të pafajshme. Mirë se erdhe në botë, Elira e vogël, përshpëriti ajo. Do të dua ashtu si e dua nënën tënde, me gjithë zemrën time. Mirela erdhi më vonë atë ditë për ta vizituar. Kur e pa beben, ajo gjithashtu qau. Rrethi po mbyllet, tha ajo me butësi. Një bebe tjetër, një fillim tjetër i ri. Por kësaj radhe, me aq shumë dashuri rreth saj, që ajo nuk do të njoh kur dhimbjen e braktisjes. Ajo kur nuk do ta njoh, premtoi Lara, sepse ju më mësuat se dashuria nuk braktis kur. Dashuria qëndron edhe kur është e vështirë. Vitet që pasuan ishin plot lumturi, për edhe sfida normale të jetës. Elira e vogël u rrit e rrethuar nga dashuria e 3 gjeneratave grash të forta. Kur Elira e vogël ishte 5 vjeçe, ajo pyeti Larën një pyetje që e preku thellë. Mami, pse gjyshja Elira dhe gjyshja Mirela janë të dyja gjyshe të mia?
shokët e mi kanë vetëm 2 gjyshërinj. Lara ul në nivelin e vajzës së saj. Sepse ne kemi një familje të veçantë, ndonjëherë familjet nuk janë të ndërtuara në mënyrën tipike, por kjo i bën edhe më të forta. Gjyshja e Lira më rriti mua dhe gjyshja Mirela më lindi mua, dhe të dyja më duan aq shumë sa që tani të dyja të duan edhe ty. Kështu që unë kam fat të 2 fisht? Pyeti Elira e vogël. Saktësisht, tha Lara duke buzëqeshur, ke fat të 3 fisht. Në moshën 7 vjeçe, Elira e vogël shkoi me Larën dhe Elirën e madhe në atë park të famshëm. Lara kishte vendosur që ishte koha që vajza e saj të dinte historinë e plot. Këtu është vendi ku gjyshja më gjeti, tregoi Lara duke treguar bankën. Unë isha një bebe e vogël, e braktisur dhe e ftohtë, dhe gjyshja po kalonte nga këtu pas punës. Dhe të mori me vete? Pyeti Elira e vogël me sytë e hapur gjër. Po, tha Elira e madhe, sepse nuk mund ta lija. Kur të shikova e dija që ti ishe e imja. Edhe pse nuk e dija se kush isha? Pyeti vajza. Edhe pse, konfirmoi Elira, sepse dashuria nuk ka nevojë të di gjithçka. Dashuria thjesht ndjen. Elira e vogël mendoi për një moment, pastaj pyeti. A do ta bëja unë të njëjtën gjë nëse gjeja një bebe? Lara buzëqeshi. Unë besoj që po, sepse ti ke zemrën e gjyshes sate, të madhe dhe plot dashuri. Në moshën 10 vjeçe, Elira e vogël filloi të shkruante histori. Një nga ato ishte për një vajzë që ishte adoptuar dhe që kishte 2 gjyshërinj shumë të veçanta. Kjo është për ne, apo jo? E pyeti Elira e madhe kur e lexoi. Po, tha vajza. Doja që të gjithë të dinin se sa e bukur është familja jon. Historia e vajzës së vogël u botuar në revistën e shkollës dhe më vonë në një kompeticion kombëtar ku fitoi çmimin e parë. Në ceremoninë e ndarjes së çmimit, e gjithë familja ishte aty. Lara dhe Eroni, Elira e madhe, Mirela dhe disa kushërinj dhe xhaxhallar. Ju jeni familja ime, tha Elira e vogël në fjalimin e saj. Dhe edhe pse mund të mos dukem si të gjithë të tjerit, ne jemi të lidhur me diçka më të fortë se gjaku. Jemi të lidhur me dashuri. Salla shpërtheu në duar trokitje, dhe në rreshtin e parë, Elira e madhe dhe Mirela mbajnë dorën njëra tjetrës duke qarë me krenari. Kur Elira e madhe arriti në moshën 60 vjeç, ajo diagnostikua me një sëmundje serioze, kancer në fazën e hershme. Lajmi i shokuese për të gjithë familjen. Sa kohë, pyeti Lara, mjekun, duke tentuar të mbajë zërin e qetë. Me trajtim, prognoza është e mirë, tha mjeku, por do të jetë një luftë e vështirë. Lara mori pushim nga puna për të kujdesur për Elirën. Çdo ditë ajo ishte aty, duke shoqëruar në kemoterapi, duke ushqyer kur nuk ishte oreks, duke mbajtur dorën kur dhimbja u ishte shumë e fortë. Ti nuk duhet të bësh këtë, i tha Elira një ditë, duke qarë nga falenderimi. Ke familjen tënde, punën tënde. Ti je familja ime, ndërpreu Lara me forcë. Ti isha aty për mua kur unë nuk isha askënd. Tani është radha ime të jem këtu për ty. Mirela gjithashtu erdhi çdo ditë, duke sjell supa të bëra në shtëpi, duke lexuar libra me zë të lartë, duke thënë shaka për të bërë Elirën të buzëqeshte. Nuk e dija që ne do të bëheshim miqe kaq të ngushta, tha Elira një ditë, duke shikuar Mirelën me mirënjohje. Asun, pranoi Mirela, por jeta është plot surpriza, dhe kjo është një nga surprizat e mira. Elira e vogël, tani në moshën 13 vjeç, shkroi poezi dhe letra për gjyshen e saj, duke i lexuar ato në çdo vizitë. Gjyshe, ti je dritat e yjeve në natën time të errët. Ti je era e ngrohtë kur bota është e ftohtë. Ti më mësove se dashuria është më e fortë se çdo dhimbje, dhe tani un jam këtu për të qenë dritat për ty. Elira e madhe e mbante letrën pranë zemrës, duke lexuar çdo herë që ndiheje dobët. Kjo vajzë do të bëjë gjëra të mëdha, tha ajo Larës, ashtu si ti, sepse ajo ka ty si model. Ajo ka parë se çfarë është forca e vërtet. Jo të mos bie kurrë, por të ngrihesh çdo herë që bie. Trajtimi zgjati 9 muaj të gjatë të vështirë, por në fund kanceri ishte në remision. Mjekët ishin optimist. Është një mrekulli, tha mjeku, por gjithashtu është rezultati një luftëtare të fortë dhe një sistemi mbështetës të mahnitshëm. Në ditën që Elira u shpall zyrtarisht e shëruar, e gjithë familja organizoi një festë. Ishte një ditë e thjeshtë në oborrin e shtëpisë së Larës, me ushqim të shijshëm, muzikë dhe shumë të qeshura. Ti imposh të gjithë gjasat, i tha Lara Elirës, duke e përqafuar fort.
sepse kisha një arsye për të jetuar, tha Elira duke shikuar rreth saj në familjen që e rrethonte. Ju jeni arsyeja ime, gjithmonë keni qenë. Me kalimin e viteve, historia e familjes së Larës filloi të përhapej. Lara kishte shkruar një libër për përvojën e saj, një libër që ndante historinë e braktisjes, adoptimit dhe fuqisë transformuese të dashurisë. Libri u bë bestseller. Njerëz nga e gjithë bota shkruanin për të treguar historitë e tyre, për të falendëruar Larën për guximin e saj për të ndarë diçka kaq personale. Ju keni ndryshuar jetën time, shkruante një grua nga Kosova. Unë isha duke menduar për të adoptuar një fëmijë, por kisha frikë. Tani, pas leximit të librit tuaj, kam guximin për ta bërë. Bia ime është e adoptuar, shkruante një tjetër, dhe ajo ndihej e ndryshme në shkollë, por pasi e ndam librin tuaj me të, ajo kuptoi që të qenit e adoptuar është diçka e mrekullueshme, jo diçka për të turpëruar. Lara u ftua të fliste në TED Talks, në konferenca ndërkombëtare dhe në emisione televizive. Çdo herë, ajo ndante historinë me të njëjtin pasion dhe sinqeritet. Ajo që mësova, thoshte ajo, është se familja nuk përcaktohet nga gjaku, por nga përkushtimi, nga zgjedhja për të dashur dikë pavarësisht nga rrethanat, nga vendimi për të qenë aty, ditë pas dite, edhe kur është e vështirë. Elira e madhe shkoi në disa nga këto evente, duke qëndruar në sfondin, por gjithmonë me një buzëqesh krenare në fytyrë. Ti ke kthyer dhimbjen tonë në diçka që po ndihmon mira njerëz, i tha ajo Larës pas një fjalimi veçanërisht emocional. Jam aq krenar për ty. Nuk do t'isha këtu pa ty, tha Lara, asgjë nga kjo nuk do t'ishte e mundur. Mirela gjithashtu filloi të fliste publikisht për përvojën e saj. Në fillim ishte e frikuar nga gjykimi, nga fajsimi, por me inkurajimin e Larës, ajo gjeti guximin. Unë bëra një gabim të madh, thoshte ajo në fjalimin e saj të parë publik. Braktisa vajzën time sepse kisha frikë, por ajo veprimi dëshpëruar më mësoi se sa e fuqishme është dashuria e një nëne, aq e fuqishme sa që je gati të vuash vetë për të siguruar mirëqenien e fëmijës tënd. Fjalimi i saj preku shumë njerëz, veçanërisht gra që ishin në situata të dhunshme. Ju më dhat shpresë, i shkruante një grua. Tani e di që edhe nëse duhet të marr vendime të vështira, dashuria ime për fëmijët e mi do të më udhëheq. Elira e vogël u rrit dhe ndoqi hapat e nënës dhe gjyshes së saj. Ajo studioi psikologji dhe filloi të punonte me fëmijë të traumatizuar. Është në gjakun tënë, shaka ajo. Edhe se nuk është gjak biologjik, është diçka më e fortë. Është trashëgimi e dashurisë. Në moshën 25 vjeçe, Elira e vogël u martua me një mësues të mrekullueshëm, Luka, që ndante pasionin e saj për të ndihmuar fëmijët. Dhe së shpiti, ata njoftuan që po prisnin fëmijën e tyre të parë. Do të ketë 5 gjenerata gra të forta, tha Lara kur dëgjoi lajmin. Mirela, unë, Elira e vogël dhe tani bija e saj. Çdo një duke transmetuar dashurinë më tej. Kur beba lindi, një vajzë e vogël me flokë të kafët dhe sy kafe, Elira e vogël e quajti Mirela, në nder të gjyshes së saj të dytë. Sepse ajo gjithashtu është pjesë e historisë sonë, shpjegoi ajo, dhe dua që vajza ime të di se trashëgimia e saj është e ndërtuar nga gra të guximshme që morën vendimet e vështira për dashuri. Mirela, tani në të 80-tat, e mbajti bisnepin e saj me lot në sy. Kur nuk mendova që do të shiha këtë ditë, tha ajo me një zë të thyrë nga emocionet. Një bebe tjetër, një gjenerat tjetër, dhe kësaj here, unë jam këtu për ta parë rritjen e saj. Ti ishe gjithmonë këtu, i tha Lara duke e përqafuar Mirelën, në zemrat tona, në trashëgimin ton. Elira e madhe, tani në të 70-tat, ishte gjithashtu aty, duke mbajtur dorën e Mirelës. Dyja gratë që kishin filluar si të huaj, të lidhura vetëm nga një bebe braktisur, tani ishin bërë motrat që kur nuk ishin pasur. Ne e bëm mirë, i tha Elira Mirelës për herë të mijët. Pavarësisht nga gjithçka, ne e bëm mirë. Një mbrëmje, kur Elira e madhe ishte 75 vjeçe dhe Lara 50, dyja uleshin në verandën e shtëpisë e Elirës, duke parë perëndimin e diellit. A pendohesh ndonjëherë? Pyeti Lara papritur. Për çfarë? Pyeti Elira. Për mua, për të gjitha vitet që vendose të më rrisje, për gjithë sakrificat që bëre. Elira e shikoi me një buzëqeshje të butë.
Asnjëherë, mos edhe për një sekond. Ti ishe dhuntia më e madhe e jetës time, Lara. Para se të gjeja, isha duke jetuar, por nuk isha vërtet e gjallë. Ti më dhe një qëllim, një dashuri, një arsye për të zgjuar çdo mëngjes me gëzim. Por, u desh të heqësh dorën nga kaq shumë, vazhdoi Lara. Lirit e tua, shtigjet e tjera që mund të kishe ndjekur. Dhe nuk do të ndryshoja asgjë, ndërpreu Ilira me forcë. Sepse çdo rrugë tjetër nuk do të më kishte sjell ty, dhe pa ty, çfarë do të kishte qenë gjithçka tjetër? Lara mbështeti kokën në shpatullën e Ilirës. Faleminderit, mami, për gjithçka. Faleminderit ty, tha Ilira, për t'u bërë grua e mrekullueshme që je, për të më dhënë privilegjin të isha nëna jote. Ato që ndruan në heshtje për një kohë të gjatë, duke shijuar paqen e momentit. E di që dikush e shikon këtë dhe mendon që familja jonë është e çuditshme, tha Lara më në fund. Le të mendojnë, tha Ilira me një buzëqeshje. Ne e dim të vërtetën që dashuria nuk ka nevojë për përkufizime tradicionale. Dashuria thjesht është. Dhe ashtu, ndërsa dielli zbriste poshtë horizontit, duke ngjyrosur qiellin me nuanca të kuqe dhe portokalli, dy gra, nëna dhe bija, jo nga gjako, por nga zgjedhja, nga dashuria, nga përkushtimi, uleshin së bashku, duke ditur që kishin krijuar diçka të mrekullueshme. Një trashëgimi që do të vazhdonte për gjenerata. Një histori që do të frymëzonte mira, një dëshmi e fuqisë transformuese të dashurisë. Elira e madhe ndroi jetë në moshën 85 vjeçare, e rrethuar nga familja e saj. Lara, Mirela, Elira e vogël, Eroni, Luka dhe Mirela e vogël që tani ishte 10 vjeçe. Në ceremoninë e varrimit, Lara mori fjalën. Kjo grua, filloi ajo, duke shikuar fotografinë e Ilirës, më shpëtoi jetën në mënyrën më të vërtetë. Ajo nuk më shpëtoi vetëm nga i ftotja të natë dimri, më shpëtoi nga një jetë pa dashuri, pa përkatësi, pa qëllim. Më mësoi që familja nuk përcaktohet nga rrethanat e lindjes, por nga zgjedhjet që bëjmë çdo ditë për të dashur dhe për të qenë të pranishëm. Lara bëri një pauzë, duke fshirë dhotët. Dhe tani, ndërsa lam më njan, bartim trashëgiminë e saj. Bartim historinë e një gruaje që pa një bebe në nevojë dhe nuk kaloi, që nuk pyeti çfarë do të më kushtoj kjo, por si mund të mos e bëj. Dhe në atë vendim, ajo ndryshoi jo vetëm jetën time, por jetën e çdo personi që ajo preku. Elira e vogël, tani një grua 35 vjeçare, shtoi. Gjyshja më mësoi që guximi nuk do të thotë të mos kesh frikë, do të thotë të veprosh pavarësisht nga frika. Ajo veproi kur mori nënën time, dhe ajo veproi çdo ditë që zgjodhi dashurinë mbi lehtësinë. Mirela, tani në të 87-ën, e mbylli ceremoninë me këto fjalë. Elira më dha diçka që nuk e meritoja, falje dhe miqësi. Ajo mund të më urrejnte për atë që bëra, por në vend të kësaj, ajo më preti në familjen e saj. Ajo më tregoi që gabimi më i madh i jetës sime nuk më përcaktonte, dhe që çdo ditë ishte një mundësi për të shëruar dhe për të dashur më mirë. Pas varrimit, familja u mblodh në shtëpinë ku Lara kishte rritur Elirën e vogël, ku kishte krijuar kujtime të pakufina. Çfarë do të ndodh me historinë? Pyeti Mirela e vogël, 10 vjeçe, me atë pafajësi që vetëm fëmijët e kanë. Çfarë historie e zemra ime? Pyeti Lara. Historia e familjes son, tha vajza, për gjyshen që të gjeti dhe për gjyshin që të lindi, dhe për ty që i bashkove të dyja. Është një histori kaq e bukur që të gjithë duhet ta dinë. Lara buzëqeshi në përlotët. Ajo do të vazhdon zemra ime, sepse tani ti je pjesa e asaj historie, dhe një ditë ti do t'ua tregosh fëmijëve të tu, dhe ata do t'ua tregojnë fëmijëve të tyre. Dhe historia e dashurisë që mposht çdo pengesë do të jetojë përgjithmonë. Mirela e vogël mendoi për një moment, pastaj tha: "Atëherë unë do të sigurohem që ta tregoj mirë. Do të tregoj se si gjyshja e Lira ishte heroin që nuk tha kurrë jo. Si gjyshja Mirela ishte heroin që kishte guximin të thoshte po për një jetë më të mirë për beben e saj. Dhe si ti, gjyshe Lara, ishe heroin që i lidhte të gjithë me dashuri." Elira e vogël e përqafoi vajzën e saj. "Ti e kupton tashmë. Historia jon nuk është për braktisje, është për gjetje,
për zgjedhje, për dashurinë që transformon gjithçka. Dhe kështu historia e Larës, e Elirës, e Mirelës vazhdon të jetojë. Nuk është vetëm një histori për adoptim. Është një histori për guximin për të dashur kur bota thotë që nuk duhet, për forcën për të falur kur plagët janë të thella, për diturinë që familja nuk ndërtohet nga gjaku, por nga përkushtimi për të qenë të pranishëm në ditët e mira dhe të këqija. Është një kujtesë që çdo njeri ka fuqinë për të ndryshuar jetën e dikujt, që një vendim i marrë në një moment të vështirë mund të krijojë një trashëgimi që zgjat për gjenerata. Elira ndaloi atë natë dimri dhe nuk vazhdoi të ecte. Ajo zgjodhi të shih, të dëgjoj dhe të veproj. Dhe në atë zgjedhje, ajo nuk shpëtoi vetëm një jetë, ajo krijoi një familje të tërë, një trashëgimi dashurie që do të vazhdoj të rritet dhe të përhapet. Mirela zgjodhi sakrifikën më të madhe, të linte vajzën e saj për një jetë më të mirë, dhe në atë veprim dëshpërim, ajo tregoi formën më të pastër të dashurisë nënësore. Dhe Lara, ajo zgjodhi të jetojë plotësisht, të dashuroj pa frikë dhe të transmetoj mesazhin që dashuria është më e fortë se çdo pengesë. Kjo është fuqia e zgjedhjes sonë të dashur. Kjo është trashëgimia që lëm pas. Ndërsa mbyll këto histori, dua t'ju lëm me disa pyetje për të reflektuar. A do ndaloje? Nëse do t'ishe në vendin e Elirës duke kaluar nga i park në atë natë të ftohtë dimri, a do ndaloje? A do të merrje atë përgjegjësi që nuk ishte e jotja? A do të hapje zemrën dhe jetën tënde për dikë që nuk e njihja? A do të faleje? Nëse do t'ishe në vendin e Larës, duke u rritur duke ditur që e braktisur, a do të kishe guximin për ta kuptuar dhe për ta falur nënën tënde biologjike? A do të hapje derën për një marrëdhënie të jashtëzakonshme që sfidonte çdo konvent? A do të sakrifikoje? Nëse do t'ishe në vendin e Mirelës, duke përballuar dhunë dhe kërcënime, a do të kishe forcën për të marrë vendimin më të dhimbshëm të jetës sate për të shpëtuar fëmijën tënd? A do të jetoje me atë bar, duke ditur që bëre për dashurinë më të madhe? Këto pyetje nuk kanë përgjigje të lehta, por ato na sfidojnë të mendojmë për vlerat tona, për atë që do të thotë të duash vërtet dhe për llojin e trashëgimisë që duam të lëm pas. 1. Dashuria nuk përcaktohet nga gjaku. Elira dhe Lara nuk ndan ADN, por ndan një lidhje që ishte më e fortë se çdo gjë biologjike. Ato zgjodhen njëra tjetrën çdo ditë për 25 vjet. Kjo është dashuria e vërtet, jo diçka që trashëgohet, por diçka që kultivohet me kujdes dhe përkushtim. Mësimi. Mos lejo që përcaktimet tradicionale të familjes të kufizojnë. Familja është kudo që gjen dashuri, mbështetje dhe përkatësi. 2. Gabimet nuk të përcaktojnë. Mirela bëri një gabim të madh duke braktisur Larën, por ajo gabim u bë në rrethana ekstreme, dhe ajo punoi çdo ditë që nga ajo për të shëruar dhe për të qenë një prani pozitive në jetën e vajzës së saj. Ajo tregoi që askush nuk është përtej shpëtimit, që çdo person meriton mundësinë për të shëruar dhe për të rritur. Mësimi. Të gjithë bëjmë gabime. Ajo që na përcakton nuk është gabimi, por mënyrën se si zgjedhim të jetojmë pas tij. 3. Guximi vjen në forma të ndryshme. Guximi i Elirës ishte të merrte një fëmijë të panjohur dhe ta bënte të sajin. Guximi i Mirelës ishte të lindte vajzën e saj për një jetë më të mirë. Guximi i Larës ishte të hapte zemrën e saj për të dy gratë dhe të krijonte një marrëdhënie të pazakonshme. Asnjë prej këtyre veprimeve nuk ishte e lehtë, por të gjitha ishin të nevojshme. Guximi nuk do të thotë të mos kesh frikë. Do të thotë të veprosh pavarësisht nga frika, sepse di që është gjëja e duhur. Falja është e mundur. Elira mund të kishte urryer Mirelën për atë që bëri, por në vend të kësaj, ajo zgjodhi të kuptojë, të bashkëpunojë dhe më në fund të bëhej mike me të. Kjo falje nuk ishte e lehtë dhe nuk erdhi menjëherë, por u bë e mundur sepse të dyja gratë vendosën dashurinë për Larën mbi çdo gjë tjetër. Mësimi. Falja nuk do të thotë të harrosh ose të justifikosh,
do të thotë të zgjedhësh të lësh pas urrëtitjen dhe të lëvizesh përpara me paqe. 5. Çdo veprim ka një val efekti. Vendimi i Elirës për të marrë Larën atë natë nuk ndikoi vetëm jetën e saj dhe të Larës, ai ndikoi Mirelën, Elirën e vogël, dhe do të vazhdojë të ndikojë gjeneratat e ardhshme. Një veprim i mirësisë mund të krijojë një trashëgimi që zgjat përgjithmonë. Mësimi: mos nënvlerëso fuqinë e veprimeve të tua, edhe gjeste të vogla mund të kenë ndikim të madh. 6. Dashuria kërkon sakrificë. Të gjitha personazhet në këtë histori sakrifikuan diçka për dashurinë. Elira sakrifikoi lirinë e saj dhe mundësinë për marrëdhënie të tjera për të rritur Larën. Mirela sakrifikoi marrëdhënien me vajzën e saj për sigurinë e saj. Lara sakrifikoi idenë e një jete normale për të përqafuar kompleksitetin e historisë së saj. Mësimi: dashuria e vërtet nuk është e lehtë. Ajo kërkon sakrificë, durim dhe një vendim të vazhdueshëm për të vendosur nevojat e të tjerëve para tyre. Nëse po e dëgjoni këtë, shpresojnë që kjo histori t'ju ketë prekur në një mënyrë ose tjetër. Ndoshta ju ka bërë të mendoni për familjen tuaj, për zgjedhjet që keni bërë, ose për mënyrën se si e përkufizoni dashurinë. Por më e rëndësishmja, shpresoj që ju ka dhënë shpresë që pavarësisht nga ku kemi ardhur, ne mund të zgjedhim kush të bëhemi. Shpresë që gabimet tona nuk na përcaktojnë përgjithmonë. Shpresë që dashuria, në të gjitha format e saj, ka fuqinë për të na shëruar dhe për të na transformuar. Ju mund të mos gjeni një bebe të braktisur në park, por do të keni momente ku dikush ka nevojë për ju. Një fjalë të mirë, një gest dashurie, një zgjedhje për të qenë të pranishëm. Në ato momente, kujtoni historinë e Elirës dhe Larës, kujtoni që një veprim i thjeshtë mund të ndryshojë gjithçka. Mos kaloni pa ndaluar, mos lini që frika ose dyshimit ju pengoj, sepse dashuria, e vërtetë dhe e guximshme, ka fuqinë për të krijuar mrekulli. Mesazhi moral final: në fund të ditës, jeta nuk matet nga vitet që jetojmë, por nga momentet që ne japim dhe marrim dashuri pa kushte. Elira jetoi 85 vjet, por ndikimi i saj do të vazhdojë për gjenerata sepse ajo zgjodhi dashurinë mbi lehtësinë. Ajo zgjodhi të shihë një nevojë dhe të përgjigjet me zemrën e saj të plotë. Mirela bëri gabime, por ajo gjithashtu tregoi një lloj guximi që shumë pak njerëz do të kenë kurrë. Guximin për të lëshuar atë që dua më shumë se gjithçka për mirëqenien e tyre. Dhe Lara, ajo mori dhimbjen e braktisjes dhe e transformoi në një mision për të ndihmuar të tjerët. Ajo kuptoi që historia e saj nuk ishte për atë që humbi, por për atë që fitoi. Dashuri, përkatësi dhe një qëllim që i dha kuptim jetës së saj. Kjo është trashëgimia që të gjithë mund ta lëmë. Jo pasuritë materiale, por ndikimi që kemi në zemrat e të tjerëve. Ndërsa mbyllim këtë kapitull të historisë së Elirës dhe Larës, ju le me një ftesë. Jini Elira e dikujt. Jini personi që ndalon kur të tjerët kalojnë. Jini personi që zgjedh të shohë nevojën dhe të veprojë me dashuri. Jini Mirela e dikujt. Keni guximin për të bërë zgjedhje të vështira kur dashuria e vërtetë e kërkon. Mos u friksoni të sakrifikoni për mirëqenien e atyre që doni. Jini Lara e dikujt. Jepni shpresë me historinë tuaj. Tregoni botës që pavarësisht nga ku kemi ardhur, ne mund të zgjedhim kush të bëhemi dhe si të ndikojmë në botë.